Jemi në rrugën Martire të Kombit, aty ku shpeshherë kemi raportuar për një shqetësim të banorëve lidhur me numrin e shumë të ulëseve. E sipas që shihet një rezultat i mirë ka ndodhur, aty më nuk ka një numër të madh. Pas raportimeve të njëpasnjëshme për numrin e madh të ulëseve përgjatë rrugës Martire të Kombit, autoritetet përkatëse kanë ndërmarrë veprime për t'i reduktuar ato. Ulëset e vendosura përgjatë kësaj rruge, sipas qytetarëve, janë vendosur në numër të madh, bazuar në frekuentimin dhe funksionin që ka kjo zonë. Së fundmi zhvretur se numri i tyre ka filluar të zvoglohet, institucionet përkatëse kanë filluar t'i largojnë disa prej tyre, duke lëshuar hapësirë në shfrytëzim për lëvizjen e qytetarëve dhe funksionalitetet më të mirë të zonës. Ndërkohë, ekipi i televizionit Syri ka kërkuar një përgjigje nga zyra për informim në komunën e Gjakovës për të kuptuar se ku do të vendosin ulësit e hequra nga kjo zonë, por deri në transmitimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë përgjigje.